Italia i cilësohej si një makineri e vërtet lufte. Orial Kolaj, boksier shqiptar, është arrestuar nga policia italiane, i akuzuar si pjesë e klanit të rrezikshëm mafios të Kazalezëve. Kolaj, 30 vjeçar, është arrestuar në Rom bashkë me 14 të tjerë. Sipas përgjimeve telefonike të bëra nga shërbimet italiane, Kolaj është cilësuar si një makineri e vërtet lufte dhe merrte pjesë në aksionin ndëshkimi për ata që nuk paguanin gjobat. Përsa në karrierën sportive ka arritur suksese të mëdha. Duke përfaqësuar Italinë, ai ka dalë kampion i këtij vendi, por dhe kampion i Europës në peshat gjysmë të rënda. Arrestimi i tij ka bërë bujë në Itali, pasi Kolaj vazhdonte karrierën si boksier dhe ishte i përfshirë në veprimtari barmirëse. Në fillim të këtij muaji ishte pjesë e skuadrës së boksit Masai, në projektin për të ndihmuar njerëzit me paaftësi fizike. Kolaj, kampion në fuqi i Europës, po përgatitej për ndeshjen e 22 nëntorit të këtij viti, në një mbrëmje ku do të boksoni edhe kampioni tjetër i Europës, Mirko Largheti, dhe boksieri tjetër i njohur, Andrea De Luisa.